Gjykata kushtetuese e Sadushit, domethënë 5 nga anëtarët, firmosën për shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave që e shkarkonte Veliajin. Motivacioni i shkarkimit ishte pamundësia në ushtrimin e detyrës prej më shumë se 3 muajsh, që ishte dhe mbetet afati limit që ligji toleron për mungesën. Fishek zjarristët e Veliajit festuan ndërsa ai u kthye në burg. Asgjë nuk ndryshoi. Tani po propagandon lirimin e Veliajit. Por cila ka qenë vendimarrja e gjykatës kushtetuese për raste të kërkesave identike? Veliaj pretendon lirimin nga paraburgimi, pasi po mbahet i paraburgosur pa një vendim dënimi. Masa është jo proporcionale dhe sepse ai po pengohet të ushtrojë mandatin që i kanë dhënë qytetarët. Fredi Beleri u arrestua dhe më vonë dhe u dënua për korrupsion në zgjedhje, ditën e fundit të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2023. Duhet të jetë e qartë se vendosja e masës së paraburgimit lidhet me akuzën dhe me llojet e parashikuara të dënimit për atë akuzë. Ndaj kur gjykata vendos një masë sigurimi me burg, proporcionaliteti shihet në raport me akuzat që rëndojnë mbi zyrtarin dhe jo me detyrat që ushtron zyrtari. Beleri kërkoi lirimin, pasi po mbahej paraburgosur pa një vendim dënimi. Masa e sigurimit ishte jo proporcionale dhe po i privoi drejta për të ushtruar mandatin e fituar nga zgjedhësit. Ndaj Veliajit ka një proces penal me 13 akuza, nga të cilat 9 episode për korrupsion, si dhe pastrim parash e fshehje pasurie. Ky është mali që mban në burg Veliaj. Veliaj si Beleri, në 3 shkallët e gjyqësorit, eventualisht edhe në gjykatën kushtetuese, mund të mbështetet vetëm tek këto 3 kërkesa. Pretendimet e Belerit dhe Veliajit janë identike, mes shpurës së avokatëve që nxjerrin letrën dhe fshehin syfetin. Nuk është çudi që i njëjti të ketë shkruar të dyja ankimimet. Beleri mbeti në burg edhe nga gjykata kushtetuese. Në mars 2024, gjykata kushtetuese rrëzoi me votim 8-1 kërkesën e Fredi Belerit për të hequr masën e sigurimit arrest me burg. Gjykata kushtetuese atëherë na tha se vendimet e gjykatave më të ulta, gjykata e posaçme e shkallës së parë, gjykata e posaçme e apelit dhe kolegji penal i gjykatës së lartë kanë respektuar normat procedurale për të aplikuar masën e arrestit. Sipas gjykatës kushtetuese, prokuroria e posaçme ka pasur dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e veprës penale nga Beleri, edhe se gjykatat kanë arsyetuar vendimet e tyre për aplikimin e masës së sigurimit arrest me burg. Në vlerësimin e gjykatës kushtetuese, masa e sigurimit personal, arresti në burg, e vendosur ndaj kërkuesit, nuk duket jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes, në raport të drejtë me veprën penale për të cilën ia akuzohet, dhe rregullat procedurale të KPP-s për caktimin e masës së sigurimit personal arresti në burg, pika 49 e vendimit numër 19, datë 21/3/2024 të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese, në paragrafin 51 të vendimit të saj për kërkesën e Fredi Belerit, thotë se kufizimi i lirisë personale të kërkuesit është bërë për një qëllim të ligjshëm dhe se kufizimi nuk duket të jetë proporcional në raport me këtë qëllim. Por gjykata jon kushtetuese, që për shembull më parë kishte thënë se jo çdo shkarkim kryetari i bashkie shkon për ankimim te kushtetuesja, kur i shkoi Sadushi në derë, tha se çdo shkarkim për Veliajin, përveç shkarkimit nga ligji i dekriminalizimit, duhet të shkojë në kushtetuese. Si njerëz pa personalitet profesional, përshtatën vendimarrjen sipas qokës që kishte në xhep Sadushi. Deri ku do të shkojë kësaj radhe,